Në ditën botërore të diversitetit kulturor, kryetari i shoqatës së pakicave malazeze Montenegro në Shkodër, Alban Seqja, shpreh se 21 maj është një ditë e rëndësishme që bashkon dy popujt fqinj, Shqipërinë dhe Malin e Zi. Kjo është një ditë shfaq një mundësi të veçantë kulturore, është një urë bashkëpunimit edhe midis dy popujve. Populli malazez me popullin shqiptar kanë pothuajse të njëjtat zakone, të njëjtat tradita, pothuajse të njëjtën kulturë të tyne. Kjo është një ditë që e forcon edhe më tepër lidhjen e tyre kulturore midis këtyre dy popujve. Nuk është e qartë se sa është numri i shqiptarëve me origjinë nga Mali i Zi, por në Shkodër mendohet se aktualisht jetojnë rreth 3500 persona të tillë, shpreh Seqja. Nuk ka një shifër të saktë se sa mund të jetë komuniteti malazez në Shkodër. Janë rreth 3500 që mund të jenë me origjinë malazeze të paktën për deri tani se si shoqat kemi pothuajse një vit që funksionojmë. Dhe nga shifrat e deri tashme janë 3500 persona që deklarohen me origjinë malazeze, pavarësisht se me censusin nuk ishin hapësina më shpreh edhe mënyra e marrjes pyetësorit ishte disa kleçka të tyne, domethënë që ne kena bërë ditën ata kleçka që ka pas pyetësori. Të gjithë popullsia malazeze që ka ardhur ka gjetë një mikpritje në Shkodër. Mos kishe gjetë mikpritje në Shkodër edhe dashamirësinë e qytetarëve shkodran këtu, ata nuk do kishin më këtu. Seqja thotë se ditët e javës së kulturës malazeze këtë vit do të zhvillohen vetëm në Shkodër dhe me një kalendar më të gjatë aktivitetesh. Shoqata jonë është duke vepruar gjithmonë me aktivitete të ndërthurura bashkë me institucione të ndryshme, siç u bë vitin e kaluar për njohjen e traditave dhe të kulturës të vendeve. Vitin e kaluar përmbyllja dita e javës kulturore, përmbylljes së javës kulturore është bën në Shkodër. Vitin e ardhshëm mendohet që këto ditë të promovimit me që shumica pakicave ose familjeve me origjinë malazeze, podgoriçane, siç e thojmë, janë në Shkodër. Atëherë këto ditë kemi marrë edhe okay nga Ministria e Kulturës së Malit Zi që këto ditë do shtihen shumë më gjatë në Shkodër, e jo të fokusohen vetëm në Tiranë. Prej më shumë se një shekulli, personat me origjinë nga Mali i Zi jetojnë në harmoni të plotë në Shkodër, ndërsa janë integruar plotësisht.